sigurisht përshëndes këtë nisëm, këtë iniciativë që është shumë e domosdoshme, shumë e rëndësishme për arsye të zhvillimit të turizmit, por jo vetëm, sepse kemi nevojë edhe për te asaj, edhe në aspektin e njohurive, kulturës, të jemi më afër pranë njëri tjetrit. Ne që dy ditë jemi këtu në Prishtinë dhe ndihemi mirë për të prezantuar Strugën si qytet turistik, një ndër margaritaret e turizmit në Maqedoni, i cili sigurisht pjesa dërmuese ju e ka vizituar. Struga ka lumin, drinin e zi, ka liqenin, ka malin, ka tani përfundime sipër një pjesë e korridorit 8, aeroportin, çdo rrugë të çon në Strugë. Dhe shpresoj që bashkarisht të bëjmë më të mirën, pse mos lëvizim nga Struga Prishtinë, Ulqin, Durrës dhe sërish në Strugë. Ky bie 2 herë në Strugë. Dhe të bëjmë më të mirën për ne dhe të jemi më afër njëri tjetrit. Faleminderit shumë kryetarit Rama, kryetarit Ulqinit, dhe shpresoj të takojmë më shpesh, të shkëmbejmë përvoja dhe të japim ide. Kapacitetet i kemi, asetet kombëtare i kemi, duhet t'i shfrytëzojmë maksimalisht që t'japim më të mirën të mundshme për kombin tonë. Faleminderit shumë. Prishtina është duke investuar shumë edhe në bazë të informatave që kemi vit më vit, 30, 35%, 40% vitin e kaluar faktikisht kemi pas ngritje në turizëm. Kemi një kalendar të mrekullueshëm të artit, të kulturës, të eventeve të ndryshme. E tash edhe do të jemi një koncert të lojrave mesdhetare të vitit 2030, edhe kjo është një moment i mrekullueshëm jo vetëm për Prishtinën, po për gjithë Shqiptarinë. Prandaj Prishtina është shumë afër, është e lidhur mirë me Shqipërinë, me Malin e Zi, me Maqedoninë e Veriut, pra me të gjitha vendet përreth, edhe pse jo mos të shkëmbejmë të gjitha mundësitë për një bashkëpunim të mirëfillt në për sfera të ndryshme, si në oferta të ndryshme turistike, në digitalizim të ofertave, në digitalizim të përbashkët faktikisht të ofertave për gjithë rajonin, e po ashtu edhe një bashkëpunim të mirëfillt për eventet e ndryshme të cilat ndodhin. Jemi shumë të lumtur që sot krahas komunës së Strugës, e cila është një yll turistik. Komuna Ulqinit edhe ne kemi, do të thoja, bukuritë apo ofertën e cila i përmbledh shumë dëshirat të turizmit, të pozicionohemi së bashku në ndryshimet e në ardhmen e turizmit, qoftë të rajonit dhe posaçërisht me zonë, që vetë Unioni Turizmit i Shqipërisë dhe i Kosovës janë partner me 3 bashkit e Strugës, Ulqinit dhe të Prishtinës, kështu që jam i sigurt që organizatave tona turistike, stafit ton, do t'i bëhet një punë shumë e lehtë në të ardhmen, që të jemi së bashku generator të zhvillimit ton të përbashkët në nderin e qytetarëve dhe ofertës son. Ju faleminderit edhe një herë dhe ju uroj të gjithëve një sukses në të ardhmen.